Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju që keni zgjedhur grupin numër 1 apo jeni tërhequr nga ky kristal jeshil. Të shohim të dashur, t'i hapim letrat dhe të shohim çfarë mund të na thonë kësa e radhe letrat për ju të gjithë që keni zgjedhur grupin numër 1. Të dashur, më jepni vetëm një sekond sa të hedh një sy dhe të shikoj për çfarë po bëhet fjalë. Është pak e dhimbshme në kuptimin asaj që shpeshherë mendojmë që dikush tjetër i ka në dorë gjërat tona. Të them mirëqenien, lumturinë, bëhemi të varur nga të tjerët duke menduar që ata apo ato do na japin ato që kemi nevojë. Që është komplet plotësisht gabim. Nuk e di për këtë jam duke lexuar apo ku është e çfarë mund t'ju them të dashur, kushdo që jeni, keni kaluar apo jeni duke kaluar akoma periudha të vështira. Kur them të vështirë, po e them butë, po e them bukur. Kogja vështirë. Ku vërtet ke ndjerë, tani unë do t'i numroj, zot nuk jam, po lexoj letra, do t'i numroj ca gjëra që mund të jenë për të parafruar ato. Mungesë mbështetje, stres financiar, mungesë burimesh financiare, të lënë pas dore, të pambështetur, e kështu me radhë. Kjo periudhë jo vetëm që ju ka lodhur emocionalisht, por dhe praktikisht do thotë në kuptimin e plot të fjalës, jeni bërë sikur dëshironi të dorëzoheni. Por çfarë është që kërkohet të dashur? Siç e fillova leximin me jemi të varur, nuk po i drejtojmë vetëm juve, gjithë njerëzimi e kemi këtë, dhe por duhet lënë. Nëse duam vërtet të jemi të lumtur, nuk duhet të varremi apo të lëmë në dorë dikujt tjetër lumturinë tonë, si do ndihemi emocionalisht, si do ndihemi psikologjikisht, e kështu me radhë të lëmë në dorën e dikujt tjetër. Pra, të dashur, çfarë është këtu? Është të merrni frenat në dorë, timonin dhe ta drejtoni jetën ashtu siç duhet. Por tani, sikur po ju dëgjoj, duke i parë letrat, nuk mundem, nuk kam mundësi, kam mungesë burimesh, s'kam kurfar përkrahje, nuk ka asnjë arsyetim, as edhe një justifikim. Mesazhi është shumë i qartë, mjaft me pritje. Fillon nga gjërat bazë, çfarë do që të duhet, rregullo orarin, organizo buxhetin, primare çfarë është më rëndësi, vendos një rutinë ditore, grupi numër 1. E keqja është që nuk po e kuptoni që ju e keni në gjendje të krijosh stabilitet dhe siguri pa nevojën e askujt, por duhet të veprosh me këmbë në tokë çdo ditë, jo një ditë. Kur them nuk keni nevojë për asnjë absolutisht, kemi nevojë me njerëz. Unë po flas me njerëz që jemi të varur, për ndihmë, një konsultë, një çfarë do që të jetë, absolutisht mund ta kërkoni. Të dashur, fillo të kursesh, të ushqesh më mirë, më shëndetshëm, në kuptimin më mirë kur them më shëndetshëm të ruash, sikur çdo gjë i keni lënë jeni të varur nga dikush tjetër. T'i thoni jo gjërave që ju lodhin, që po ju harxojnë energji, kohë, kujdesu për shtëpinë, vendin ku po ju rrethon, për trupin, për veten. Merr ato frena në duar dhe fillo. Mos ke frikë absolutisht të kërkosh një ndihmë nga njerëz që kanë përvojë, jo që janë më të mençur se ty, po që kanë përvojë në këtë situatë që çfarë mund të bëj, si do di. Këto janë, jo të jesh e varur dhe të presësh dikush tjetër të ndërhyj dhe të ndihmojë apo vetveti të rregullojnë gjërat. Nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodhë. Pra, të dashur, të kërkosh një këshilltar, një mentor, dikush që mbështet, dikush që di pak më shumë për këtë situatë, që t'ju japë një drejtim. Me pak fjalë, mos prit që jeta të rregullohet vetë, pra, ke fuqinë, absolutisht ke fuqinë. Dhe kjo është ajo e dhimbshmja që thash, nga që nuk e kuptojmë që fuqia është tek ne, tek askush tjetër, të veprosh
por që sot të dashur grupi numër 1.